Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj një histori që do t'ju prek thellë në shpirt. Një histori dashurie, sakrifice dhe pajtimi pas shumë vitesh heshtjeje. Një çift që nuk mund të bëhej me fëmijë, vendosi të hapte zemrën dhe shtëpinë për dy vëllezër të vegjël jetim. Por, pas disa muajsh, një e vërtet tronditëse do të dalë në dritë. Fëmijët që ata adoptuan ishin në fakt djemtë e motrës me të cilën gruaja kishte 12 vite që nuk fliste. Dhe kjo zbulim do të ndryshoj gjithçka. Arta dhe Iliri ishin martuar prej 10 vitesh. Kishin një dashuri të fortë, por fati nuk u kishte dhuruar fëmijë. Mjekët u kishin thënë që shanset ishin shumë të vogla. Dhe pas shumë përpjekjesh e lotësh, ata kishin pranuar realitetin. Megjithatë, dashuria e tyre për jetën dhe dëshira për të dhuruar dashuri nuk ishte shuar. Një ditë, Arta pa në televizor një kronik për një shtëpi jetimësh në qytet. Dy vëllezër të vegjël, 6 dhe 8 vjeç, kishin humbur prindërit në një aksident dhe kërkonin një familje. Sytë e Artës u mbushën me lodh. Ilir, ndoshta është një shenjë. Ndoshta Zoti na ka zgjedhur për t'i dashur këta fëmijë. Pas shumë reflektimesh, Iliri pranoi. Ata shkuan në qendrën e fëmijëve, takuan dy djemt, Denisin dhe Erionin, dhe që në momentin e parë ndjen një lidhje të veçantë. Vendosën të fillonin procesin e adoptimit. Muajt e parë ishin plot emocione. Djemt u ambientuan shpejt, shtëpia u mbush me zhurmë, buzëqeshje e dashuri. Arta e ndjente se më në fund zemra e saj ishte mbushur. Por, ndërsa po i ndihmonte një ditë me detyrat e shtëpisë, ajo vuri re diçka të çuditshme. Mbi një fletore ishte shkruar një mbiemër që e njohu menjëherë, mbiemri i saj i vajzërisë. Ajo u hutua. Ku e keni dëgjuar këtë mbiemër? Pyeti me butësi. Denis uli kokën. Mami thoshte që ky ishte mbiemri i gjyshit ton. Arta ndjeu si t'i dridhej trupi. Ai mbiemër i përkiste familjes së saj. Një familje me të cilën nuk kishte folur prej 12 vitesh, që kur ishte zënë rënd me motrën e saj. Klarën. Ajo nuk e kishte parë më kurrë. Të nesërmen, Arta shkoi në qendrën e jetimëve dhe kërkoi dosjen e plotë të fëmijëve. Zemra i rrite fort teksa hapi dokumentet. Kur lexoi emrin e nënës biologjike, sytë ju mbushën me lodh. Klara Hoxha, motra e saj. Arta shpërtheu në lodh. Zoti im. Këta janë djemtë e motrës sime. Ajo u kthye në shtëpi e tronditur. Iliri u habit nga reagimi i saj, por kur ajo i tregoi të vërtetën, edhe ai mbeti pa fjalë. Tani çdo gjë kishte një tjetër kuptim, ngjashmëria, mbiemri, lidhja e menjëhershme që kishin ndjerë me ta, por bashkë me gëzimin erdhi edhe dhimbja. Pse Klara nuk kishte kërkuar ndihmë? Çfarë i kishte ndodhur? Dhe si do të reagonin fëmijët kur të mësonin të vërtetën? Arta kaloi gjithë natën pa gjumë. Kujtimet e fëmijërisë me Klarën i vinin si një film para syve. Ishin rritur bashkë, kishin ndarë gjithçka, lodrat, rrobat, sekretet. Derisa një keqkuptim i rënd për trashëgimin e shtëpisë i kishte ndarë përfundimisht. Fjalë të rënda, akuza dhe një zemërim që zgjati më shumë se një dekadë. Tani, kur e kuptoi se Klara kishte vdekur, Arta ndjeu një boshllëk të thellë. Unë e kam urryer për 12 vite. Dhe ajo ka qenë duke vuajtur, e vetme, me 2 fëmijë. Përshpëriti me lodh, vendosi të mësonte gjithçka. Të nesërmen u kthye në qendër dhe pyeti për rrethanat e vdekjes së Klarës. Punonjësja i tha me keqardhje. Klara u nda nga jeta para 2 vitesh. Jetonte në varfëri, pa ndihmë dhe pas një sëmundjeje të rëndë, ndërroi jetë. Nuk kishte asnjë familjar që e kërkoi. Arta mbuloi fytyrën me duar dhe shpërtheu në vaj. Faji e coptonte. Tani kishte mbetur vetëm ajo dhe 2 djemt që nuk e dinin të vërtetën. Kur u kthye në shtëpi, Iliri e përqafoi fort. Arta, ndoshta kjo është mënyra që Zoti ka zgjedhur për t'ju bashkuar sërish. Ti nuk mund ta ndryshosh të kaluarën, por mund t'u japësh këtyre fëmijëve dashurinë që motra jote nuk mundi t'u jepte më. Arta qau në krahët e tij. Ditët kalonin dhe ajo e shikonte çdo ditë Denisin dhe Erionin me një ndjenjë tjetër, dashuri e përzier me mall dhe dhimbje.
Ishin pjesë e saj, gjaku i saj. Por si tua tregonte të vërtetën pa i tronditur një mbrëmje, ndërsa ishin të gjithë ulur për darkë, Denis e pyeti, mami, pse qanë ndonjëherë kur na shikon, Arta u stev. Zemra i rahu fort. Ishte momenti, sepse ju jeni më shumë se fëmijët e mi. Jeni një dhuratë që më ka sjellë Zoti nga dikush që e kam dashur shumë. Të nesërmen, ajo mori guximin dhe i çoi fëmijët në varrezat e qytetit. U ndal para një varri të thjeshtë, me një pllakë që lexonte: Klara Hoxha, nënë e dashur. Fëmijët e pan të hutuar. Kush është ajo, mami? Pyeti i vogli, Erioni. Arta u ul në gjunjë, syt i mbushën me lodh. Ajo është mamaja juaj e vërtet, e cila ju ka dashur më shumë se jetën. Denis i shpërtheu në lodh, ndërsa Erioni u afrua dhe përqafoi Artën. Po ti, kush je? Pyeti me zë të dridhur. Unë jam tezja juaj, motra e saj. Por tani, edhe nëna juaj, në shpirt dhe në dashuri, të tre u përqafuan mbi varrin e Klarës, dhe qielli sikur u hap mbi ta. Ishte një moment faljeje, bashkimi dhe shprese. Pas 12 vitesh ndarje, dashuria i bashkoi sërish, përmes fëmijëve që mbartnin shpirtin e një nëne të humbur. Pas atij momenti në varreza, Arta ndjeu sikur një peshë e madhe i ishte hequr nga shpirti. Tani e dinte kush ishin fëmijët dhe pse fati i kishte sjellë tek ajo. Por gjithashtu ndjente se kishte një mision, të mos lejonte që kujtimi i Klarës të humbiste. Në mbrëmje, ajo nisi të ulej me fëmijët çdo natë dhe t'u tregonte histori për nënën e tyre. Ajo ka qenë një grua e fortë, që ju ka dashur pafund, u thoshte me lodh në sy. Djemtë e dëgjonin me kureshtje, por edhe me mall që nuk dinin ta përshkruanin. Ditët u kthyen në javë, dhe familja e re filloi të krijonte rutinën e saj. Arta u bë më e kujdesshme, më e butë, dhe djemtë filluan ta ndjenin si nënë të vërtetë. Megjithatë, Denis, më i madhi, filloi të bëhej më i heshtur. Një ditë, Iliri e gjeti të ulur vetëm në verandë. Çfarë ke? Bir? E pyeti butë, më mungon mami. Edhe pse se mbaj mend mirë, ndjej sikur më thërret. Iliri e përqafoi dhe i tha, ajo është gjithmonë me ty dhe tani ke edhe një nën tjetër që të do po aq shumë. Dashuria nuk ndahet, shtohet një pas dite, ndërsa po pastronte bodrumin, Arta gjeti një kuti të vjetër me letra të papërfunduara. Ishin letra të vjetra që Klara ja kishte dërguar, por ajo kur nuk i kishte lexuar. Disa ishin hapur, disa jo. Në njërin prej tyre shkruhej: Arta, më fal. Jam e lodhur. Kam 2 djem dhe nuk di si të përballoj jetën. E di që më urren, por ndoshta një ditë do më kujtosh dhe do kuptosh që gjithçka që bëra ishte për dashuri. Arta e mbajti letrën në duar dhe shpërtheu në lodh. Pse s'të kërkova më parë, Klara? Pse e lash zemrën të më verboj? Pas leximit të letrave, Arta vendosi të shkojë në fshatin ku kishte jetuar Klara. Atje, një grua e moshuar i tregoi, Klara ishte e mirë, por e ndar nga të gjithë. Thoshte gjithmonë se kishte një motër që do të kujdesej për fëmijët e saj nëse ndonjëherë ajo s'do të mundej. Arta e kuptoi, ishte një bekim i paracaktuar. Ajo u kthye në shtëpi me një ndjenjë të re, një përgjegjësi hyjnore. Me kalimin e kohës, Arta dhe Iliri vendosën të mbajnë mbiemrin e nënës biologjike për djemt, në kujtim të Klarës. Kjo i preku shumë punonjësit e qendrës, që e panë si një akt dashurie të rrallë. Djemtë filluan shkollën e re dhe Arta i u përkushtua si çdo nën. Por ajo ndjente ende një boshllëk, ndoshta nga fakti që nuk i kishte kërkuar falje motrës për së gjalli. Dhe tani i vetmi vend ku mund ta bënte ishte varri. Një të diel, Arta shkoi sërish në varreza, e vetme. Vendosi mbi var një lule të bardhë dhe foli me zë të dridhur, Klara, më fal që të lash vetëm. Tani po kujdesem për djemtë e tu dhe të betohem që do t'i rris me dashuri e nder. Ndërsa fliste, një frymë e lehtë kaloi mbi fytyrën e saj. Zemra i u mbush me qetësi, sikur motra ta kishte dëgjuar dhe e kishte falur. Që nga ajo ditë, Arta u ndje më e fortë. Jo më vetëm si nën adoptuese, por si hallk që ribashkonte një familje të coptuar nga krenaria dhe koha. Kaluan muaj dhe jeta e re e Artës dhe Ilirit mori formë.
Denisi dhe Erioni u përshtatën shpejt në shkollë, fituan miq të rinj dhe filluan të shkëlqenin në mësime. Mësuesit shpesh i lavdëronin për sjelljen dhe mirësinë e tyre. Arta ndiej krenare, por edhe mallëngjej sa herë i shikonte, sepse në fytyrat e tyre shite sytë e motrës që kishte humbur një mbrëmje, ndërsa po i përgatiste për gjumë, Denis e pyeti, "Mami, a mendon se mami Klara është krenare për ne?" Arta i përqafoi fort dhe ju përgjigj me zë që i dridhej, "Ajo është shumë krenare, birë. Sepse ju jeni zemra e saj dhe çdo ditë që ju rriteni me dashuri, ajo ndriçon më shumë në qiell." Një ditë në shkollë, një shok i klasës së Denis i tha me keqdashje, "Ti nuk je djali i vërtet i asaj që e quan nën." Denis u trondit dhe u kthye në shtëpi i mërzitur. Arta e vuri re menjëherë, "Çfarë ndodhi, zemër?" E pyeti, "Thonë që nuk je nëna ime e vërtet." Arta i mori duart dhe i tha me butësi, "Nën është ajo që të do, që të mbron dhe të rrit. Gjakun nuk e zgjedhim, por dashurin po. Dhe unë të kam zgjedhur me zemër." Fëmijët e përqafuan me lot në sy. Ishte një mësim për jetën, se dashuria e vërtet nuk lidhet me gjakun, por me shpirtin. Në verë, Arta vendosi t'i çonte djemt në fshatin ku ishte rritur me Klarën. Donte që ata të njihnin rënjët e tyre. Në rrugën për atje, zemra i rrite fort. Kishte shumë kujtime, disa të ëmbla, disa të hidhura. Kur arritën, banorët u prekën kur morën vesh kush ishin fëmijët. Një plak i tha, "Klara ka qenë e mirë, vajzë me shpirt të pastër. Zoti të ka zgjedhur ty për ta vazhduar dashurinë e saj." Arta ndjeu një ndjenjë pajtimi të plotë. Në atë fshat, në atë tokë, ndjeu sikur motra ishte ende aty, duke i buzëqeshur. Në shtëpinë e vjetër të familjes, Arta gjeti disa fotografi të vjetra me Klarën dhe vetveten. I tregoi fëmijëve se si kishin qenë kur ishin vajza të vogla, si kishin ndarë bukën e lojrat. Denisi i mbajti fotot në dhomën e tij, "Dua ta mbaj pranë," tha. "Kështu do ta ndjej gjithmonë afër." Arta e përqafoi dhe ndjeu se po ndërtonte diçka më shumë se një familje, po lidhte breza, kujtime dhe dashuri të prera nga koha. Një mbrëmje, ndërsa po shikonin fotografitë, Iliri propozoi diçka. "Pse të mos organizojmë një ceremoni të vogël për kujtimin e Klarës? Ti tregojmë djemve dhe të tjerëve historinë e saj." Arta pranoi me lot në sy. Ishte koha që kujtimi i motrës të mos mbetej më një sekret, por të nderohej. Ata organizuan një mbrëmje të qetë, me dritë qirinjsh, ku folën për jetën e Klarës, për sakrificat dhe dashurinë e saj. Ishte një natë paqeje shpirtërore. Pas asaj nate, Arta ndjeu sikur diçka brenda saj ishte shëruar. Djemt filluan të flisnin më shumë për nënën e tyre biologjike pa ndjerë më dhimbje, por krenari, "Mami Klara ka qenë e guximshme, apo jo?" Pyeste Erioni. "Po, shumë," i thoshte Arta. "Dhe tani edhe ju duhet të jeni të tillë, sepse mbani brenda shpirtin e saj." Arta u ndje e plotësuar. Zemra e saj e coptuar më parë, tani rrite në harmoni. Një ditë, një kushëri i largët që nuk dinte asgjë për historinë, e kritikoi Artën. "Si mund të adoptoj dikë që nuk është i gjakut tënd?" Arta e dëgjoi e qetë dhe u përgjigj, "Dashuria nuk njeh gjak, njeh shpirt. Dhe këta fëmijë janë bekimi më i madh i jetës sime." Fjalët e saj prekën edhe të tjerët. Dalë nga dalë, rrethi i njerëzve që e gjykonin filloi ta kuptonte se ajo kishte bërë diçka madhështore. Vitet filluan të kalonin. Djemt u rritën nën kujdesin dhe dashurinë e Artës e Ilirit. Ata e dinin të vërtetën e tyre, por nuk ndjenin më as turp, as dhimbje. Përkundrazi, ndjenin mirënjohje që Zoti i kishte sjellë në një shtëpi ku kishte vetëm dashuri. Një mbrëmje, Denis tha, "Mami, unë dua të bëhem mjek, që të ndihmoj njerëzit që janë vetëm, siç ka qenë mami Klara dikur." Arta qeshi mes lotësh. "Ajo do të ishte shumë krenare për ty." "Bir," Arta qëndroi në heshtje, me sytë e mbushur me lot, teksa dëgjonte motrën e saj, Klarën, që mes rrëmbimit të emocioneve po i tregonte gjithçka. "Unë isha e re, Arta, nuk dija çfarë të bëja. U dashurova me një njeri të gabuar, ai më la, dhe unë isha vetëm, pa asnjë ndihmë. Prindërit nuk do të më kishin pranuar kurrë në atë gjendje. Kështu që ika dhe kur lindi djali i parë, pastaj i dyti, e kuptova që nuk mund t'u jepja asgjë.
I lash në një jetimore, me shpresën që dikush do t'i donte më shumë se unë. Arta u ngrit ngadalë dhe ju afrua, pa thënë asnjë fjalë. E përqafoi fort motrën, ndërsa të dyja shpërthyen në lot në mbrëmje. Kur fëmijët kishin fjetur, Arta dhe Erioni u ulën bashkë në dhomën e ndenjes. Zemra e Artës ishte e trazuar, nuk di çfarë të bëj, tha ajo, jam e lumtur që I kam këta djem, por e ndjej sikur motra ime më ka fshehur një pjesë të madhe të jetës sime. Erioni e kapi dorën e saj. Arta, e rëndësishme është që këta fëmijë janë me ne. Ti I ke dashur pa e ditur kush janë, dhe kjo është dashuri e pastër. Nuk ka pse të ndryshoj asgjë. Ajo e pa në sy dhe ndjeu një ngrohtësi që e mbuloi të gjithë shpirtin e saj. Ndoshta kjo ishte mënyra e Zotit për ta bashkuar përsëri familjen e saj. Të nesërmen, Arta ftoi Klarën në shtëpi për të kaluar kohë me fëmijët. Ishte hera e parë që dy motrat rrinin sërish bashkë pas 12 vitesh, kur Klara pa djem, syt ju mbushën me lodh. Ata nuk e dinin kush ishte ajo, por ndjenin diçka të njohur në buzëqeshjen e saj. Si quheni? Pyeti Klara me zë të dridhur. Ne jemi Andi dhe Lisi, thanë ata duke qeshur. Ajo I përqafoi butë dhe tha, ju jeni dhurata më e bukur që jeta mund të më kishte dhënë, edhe pse nuk munda t'ju rriz vetë. Arta qëndroi pranë tyre me një ndjesi të re. Familja e saj, e ndarë dikur nga krenaria dhe frika, po bashkohej fal dashurisë që kishte për dy fëmijë të pafajshëm. Ditët që pasuan ishin plot emocione. Klara filloi të vinte çdo pasdite në shtëpinë e Artës. Ajo sillte lodra, libra dhe qëndronte me djemt për orë të tëra, pa guxuar ende t'u tregonte të vërtetën. Arta e shite motrën e saj me zemrën plot mëshirë, por edhe me një lloj dhimbjeje. Ishte e vështirë të pranonte që për 12 vite, ajo kishte qenë vetëm, pa e ditur se dy fëmijët që kishte ëndërruar të kishte, ishin në fakt të motrës së saj. Një mbrëmje, ndërsa djemt luanin në dhomë, Arta I tha Klarës, ndoshta ka ardhur koha t'u tregosh. Ata kanë të drejtë ta dinë kush je. Klara uli kokën, me duar që I dridheshin. Kam frikë. Mos më urrejnë, mos më pyesin pse I lash. Arta I kapi duart dhe I tha me zë të butë, ata janë të vegjël, por kanë zemra të mëdha. Ashtu siç të falja unë, do të falin edhe ata. Të nesërmen, Klara vendosi të fliste me ta. I uli në divan dhe I shikoi me dashuri. Kam një sekret që duhet t'ju them, nisi ajo me zë të butë. Unë jam mamaja juaj. Djemt e pan fillimisht të hutuar. Andi, më I madhi, pyeti, si mund të jesh ti mamaja jon? Mamaja jon është Arta. Klara shpërtheu në lodh. E di, biri im. Arta është nëna që ju ka rritur me dashuri. Unë jam ajo që ju solla në jetë, por për shumë arsye nuk munda t'ju mbaj pranë. Ju kam dashur çdo ditë, edhe kur nuk ishim bashkë. Andi u ngrit dhe ju afrua. Nëse ti je mami, pse nuk erdhe më herët? Klara e përqafoi me lot që I rridhnin pa pushim. Sepse isha e friksuar. Por tani dua të jem këtu, me ju. Pas asaj dite, shtëpia u mbush me një lloj ndjenje të re. Djemt filluan ta pranonin Klarën si pjesë të jetës së tyre, ndërsa Artën e donin si gjithmonë. Arta dhe Klara gatuan bashkë, luanin me fëmijët dhe netëve të vona flisnin për gjithçka kishin humbur gjatë viteve të ndarjes. Një mbrëmje, ndërsa shikonin fëmijët që flinin, Klara tha me lodh, faleminderit, Arta. Nëse nuk do të ishe ti, ata s'do të kishin njohur kurrë dashurinë. Arta e përqafoi dhe I tha, fati ndonjëherë I ndan njerëzit për t'i bashkuar më fort më pas. Ne nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën, por mund të ndërtojmë një të ardhme të bashkuar. Që nga ajo ditë, shtëpia e tyre nuk ishte më vetëm një vend, por një streh ku dashuria dhe falja u bën themeli I çdo dite. Kaluan muaj dhe jeta e re e Artës dhe Ilirit mori formë. Denisi dhe Erioni u përshtatën shpejt në shkollë, fituan miq të rinj dhe filluan të shkëlqenin në mësime. Mësuesit shpesh I lavdëronin për sjelljen dhe mirësinë e tyre.
Arta ndjej krenare, por edhe mallëngjej sa herë I shikonte, sepse në fytyrat e tyre shite sytë e motrës që kishte humbur një mbrëmje, ndërsa po I përgatiste për gjumë, Denis e pyeti, "Mami, a mendon se mami Klara është krenare për ne?" Arta I përqafoi fort dhe ju përgjigj me zë që I dridhej, "Ajo është shumë krenare, birë. Sepse ju jeni zemra e saj dhe çdo ditë që ju rriteni me dashuri, ajo ndriçon më shumë në qiell." Një ditë, në shkollë, një shok I klasës së Denis I tha me keqdashje, "Ti nuk je djali I vërtet I asaj që e quan nën." Denis u trondit dhe u kthye në shtëpi I mërzitur. Arta e vuri re menjëherë, "Çfarë ndodhi, zemër?" E pyeti, "Thonë që nuk je nëna ime e vërtet." Arta I mori duart dhe I tha me butësi, "Nën është ajo që të do, që të mbron dhe të rrit. Gjakun nuk e zgjedhim, por dashurin po. Dhe unë të kam zgjedhur me zemër." Fëmijët e përqafuan me lot në sy. Ishte një mësim për jetën, se dashuria e vërtet nuk lidhet me gjakun, por me shpirtin. Në verë, Arta vendosi t'i çonte djemtë në fshatin ku ishte rritur me Klarën. Donte që ata të njihnin rënjët e tyre. Në rrugën për atje, zemra I rrite fort. Kishte shumë kujtime, disa të ëmbla, disa të hidhura. Kur arritën, banorët u prekën kur morën vesh kush ishin fëmijët. Një plak I tha, "Klara ka qenë e mirë, vajzë me shpirt të pastër. Zoti të ka zgjedhur ty për ta vazhduar dashurinë e saj." Arta ndjeu një ndjenjë pajtimi të plotë. Në atë fshat, në atë tokë, ndjeu sikur motra ishte ende aty, duke I buzëqeshur. Në shtëpinë e vjetër të familjes, Arta gjeti disa fotografi të vjetra me Klarën dhe vetveten. I tregoi fëmijëve se si kishin qenë kur ishin vajza të vogla, si kishin ndarë bukën e lojrat. Denisi I mbajti fotot në dhomën e tij, "Dua ta mbaj pranë," tha. "Kështu do ta ndjej gjithmonë afër." Arta e përqafoi dhe ndjeu se po ndërtonte diçka më shumë se një familje, po lidhte breza, kujtime dhe dashuri të prera nga koha. Një mbrëmje, ndërsa po shikonin fotografitë, Iliri propozoi diçka. "Pse të mos organizojmë një ceremoni të vogël për kujtimin e Klarës? Ti tregojmë djemve dhe të tjerëve historinë e saj." Arta pranoi me lot në sy. Ishte koha që kujtimi I motrës të mos mbetej më një sekret, por të nderohej. Ata organizuan një mbrëmje të qetë, me dritë qirinjsh, ku folën për jetën e Klarës, për sakrificat dhe dashurinë e saj. Ishte një natë paqeje shpirtërore. Pas asaj nate, Arta ndjeu sikur diçka brenda saj ishte shëruar. Djemtë filluan të flisnin më shumë për nënën e tyre biologjike pa ndjerë më dhimbje, por krenari, "Mami Klara ka qenë e guximshme, apo jo?" Pyeste Erioni. "Po, shumë," I thoshte Arta. "Dhe tani edhe ju duhet të jeni të tillë, sepse mbani brenda shpirtin e saj." Arta u ndje e plotësuar. Zemra e saj e coptuar më parë, tani rrite në harmoni. Një ditë, një kushëri I largët që nuk dinte asgjë për historinë, e kritikoi Artën. "Si mund të adoptoj dikë që nuk është I gjakut tënd?" Arta e dëgjoi e qetë dhe u përgjigj, "Dashuria nuk njeh gjak, njeh shpirt. Dhe këta fëmijë janë bekimi më I madh I jetës sime." Fjalët e saj prekën edhe të tjerët. Dalë nga dalë, rrethi I njerëzve që e gjykonin filloi ta kuptonte se ajo kishte bërë diçka madhështore. Vitet filluan të kalonin. Djemtë u rritën nën kujdesin dhe dashurinë e Artës e Ilirit. Ata e dinin të vërtetën e tyre, por nuk ndjenin më as turp, as dhimbje. Përkundrazi, ndjenin mirënjohje që Zoti I kishte sjellë në një shtëpi ku kishte vetëm dashuri. Një mbrëmje, Denis tha, "Mami, unë dua të bëhem mjek, që të ndihmoj njerëzit që janë vetëm, siç ka qenë mami Klara dikur." Arta qeshi mes lotësh. "Ajo do të ishte shumë krenare për ty." "Bir." Arta qëndroi në heshtje, me sytë e mbushur me lotë, teksa dëgjonte motrën e saj, Klarën, që mes rrëmbimit të emocioneve po I tregonte gjithçka. "Unë isha e re, Arta, nuk dija çfarë të bëja. U dashurova me një njeri të gabuar, ai më la, dhe unë isha vetëm, pa asnjë ndihmë. Prindërit nuk do të më kishin pranuar kurrë në atë gjendje. Kështu që ika dhe kur lindi djali I parë, pastaj I dyti, e kuptova që nuk mund t'u jepja asgjë. I lash në një jetimore, me shpresën që dikush do t'i donte më shumë se unë." Arta u ngrit ngadalë dhe ju afrua, pa thënë asnjë fjalë. E përqafoi fort motrën, ndërsa të dyja shpërthyen në lot në mbrëmje.
Kur fëmijët kishin fjetur, Arta dhe Erioni u ulën bashkë në dhomën e ndenjes. Zemra e Artës ishte e trazuar, nuk di çfarë të bëj, tha ajo, jam e lumtur që I kam këta djem, por e ndjej sikur motra ime më ka fshehur një pjesë të madhe të jetës sime. Erioni e kapi dorën e saj. Arta, e rëndësishme është që këta fëmijë janë me ne. Ti I ke dashur pa e ditur kush janë, dhe kjo është dashuri e pastër. Nuk ka pse të ndryshoj asgjë. Ajo e pa në sy dhe ndjeu një ngrohtësi që e mbuloi të gjithë shpirtin e saj. Ndoshta kjo ishte mënyra e Zotit për ta bashkuar përsëri familjen e saj. Të nesërmen, Arta ftoi Klarën në shtëpi për të kaluar kohë me fëmijët. Ishte hera e parë që dy motrat rrinin sërish bashkë pas 12 vitesh, kur Klara pa djem, syt ju mbushën me lodh. Ata nuk e dinin kush ishte ajo, por ndjenin diçka të njohur në buzëqeshjen e saj. Si quheni? Pyeti Klara me zë të dridhur. Ne jemi Andi dhe Lisi, thanë ata duke qeshur. Ajo I përqafoi butë dhe tha, ju jeni dhurata më e bukur që jeta mund të më kishte dhënë, edhe pse nuk munda t'ju rriz vetë. Arta qëndroi pranë tyre me një ndjesi të re. Familja e saj, e ndarë dikur nga krenaria dhe frika, po bashkohej fal dashurisë që kishte për dy fëmijë të pafajshëm. Ditët që pasuan ishin plot emocione. Klara filloi të vinte çdo pasdite në shtëpinë e Artës. Ajo sillte lodra, libra dhe qëndronte me djem për orë të tëra, pa guxuar ende t'u tregonte të vërtetën. Arta e shite motrën e saj me zemrën plot mëshirë, por edhe me një lloj dhimbjeje. Ishte e vështirë të pranonte që për 12 vite, ajo kishte qenë vetëm, pa e ditur se dy fëmijët që kishte ëndërruar të kishte, ishin në fakt të motrës së saj. Një mbrëmje, ndërsa djemt luanin në dhomë, Arta I tha Klarës, ndoshta ka ardhur koha t'u tregosh. Ata kanë të drejtë ta dinë kush je. Klara uli kokën, me duar që I dridheshin. Kam frikë. Mos më urrejnë, mos më pyesin pse I lash. Arta I kapi duart dhe I tha me zë të butë, ata janë të vegjël, por kanë zemra të mëdha. Ashtu siç të falja unë, do të falin edhe ata. Të nesërmen, Klara vendosi të fliste me ta. I uli në divan dhe I shikoi me dashuri. Kam një sekret që duhet t'ju them, nisi ajo me zë të butë. Unë jam mamaja juaj. Djemt e pan fillimisht të hutuar. Andi, më I madhi, pyeti, si mund të jesh ti mamaja jon? Mamaja jon është Arta. Klara shpërtheu në lodh. E di, biri im. Arta është nëna që ju ka rritur me dashuri. Unë jam ajo që ju solla në jetë, por për shumë arsye nuk munda t'ju mbaj pranë. Ju kam dashur çdo ditë, edhe kur nuk ishim bashkë. Andi u ngrit dhe ju afrua. Nëse ti je mami, pse nuk erdhe më herët? Klara e përqafoi me lot që I rridhnin pa pushim. Sepse isha e friksuar. Por tani dua të jem këtu, me ju. Pas asaj dite, shtëpia u mbush me një lloj ndjenje të re. Djemt filluan ta pranonin Klarën si pjesë të jetës së tyre, ndërsa Artën e donin si gjithmonë. Arta dhe Klara gatuan bashkë, luanin me fëmijët dhe netëve të vona flisnin për gjithçka kishin humbur gjatë viteve të ndarjes. Një mbrëmje, ndërsa shikonin fëmijët që flinin, Klara tha me lodh, faleminderit, Arta. Nëse nuk do të ishe ti, ata s'do të kishin njohur kurrë dashurinë. Arta e përqafoi dhe I tha, fati ndonjëherë I ndan njerëzit për t'i bashkuar më fort më pas. Ne nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën, por mund të ndërtojmë një të ardhme të bashkuar. Që nga ajo ditë, shtëpia e tyre nuk ishte më vetëm një vend, por një streh ku dashuria dhe falja u bën themeli I çdo dite. Ditët kaluan dhe jeta e re e familjes u bë një përzierje emocionesh, gëzimi dhe reflektimi. Andi dhe Lisi filluan të kuptonin më mirë historinë e tyre dhe e pranonin me zemër. Në shkollë, mësuesja e tyre u çudit kur dëgjoi se fëmijët kishin 2 nëna. Ajo pyeti Artën, e cila I shpjegoi me qetësi, jeta është e çuditshme, zonjë. Unë I adoptojta me dashuri, por fati deshi të zbulojmë se janë fëmijët e motrës sime. Tani I rrisim bashkë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të ndash dashurinë për të njëjtët fëmijë.
Mësuesja u prek dhe e kuptoi se kjo familje ishte një shembull faljeje e dashurie pa kushte. Djemt filluan të ndihen me fat sepse kishin jo një, por dy nëna që i donin me gjithë shpirtin, por jo të gjithë e kuptuan historinë e tyre. Disa njerëz në lagje filluan të flisnin pas shpine, si mund të rriten fëmijët me dy nëna. Kjo është e çuditshme. Thoshin, Arta ndjeu dhimbje, por nuk lejoi që paragjykimet të thyenin paqen që kishin ndërtuar. Ajo doli hapur një ditë në kishë dhe foli para komunitetit, ne jemi një familje që lindi nga dhimbja, por u bashkuan nga dashuria. Kushdo mund të gaboj, kushdo mund të humbas rrugën, por kur dashuria është e vërtet, ajo i shëron të gjitha. Fjalët e saj prekën shumë njerëz. Edhe ata që kishin gjykuar, ndjen turp dhe respekt. Fëmijët filluan të trajtoheshin me dashuri e mirëkuptim. Me kalimin e viteve, Andi dhe Lisi u rritën mes dy nënave që i donin njësoj. Klara rifitoi dinjitetin e humbur dhe gjeti paqen e shpirtit që kërkonte prej kohësh. Një mbrëmje, në ditëlindjen e 10 të Lisit, Arta dhe Klara organizuan një fest bashkë. Në mes të dhomës, djemt ngritën një dolli me lëng frutash, ne jemi fëmijët më me fat në botë, sepse kemi dy nëna që na duan shumë. Të gjithë duar trokitën, ndërsa Arta dhe Klara u përqafuan me lot gëzimi. Në atë moment, të dyja e kuptuan se e kaluara nuk kishte më fuqi mbi ta. Fëmijët ishin rritur me dashuri të plotë dhe familja e tyre, ndonse e pazakon, ishte më e fortë se kurrë. Fati i kishte ndarë dikur, por dashuria i bashkoi për jetë. Vitet kaluan dhe Andi e Lisi tashmë ishin adoleshentë. Ata e njihnin plotësisht historinë e tyre dhe e pranonin me krenari. Por si çdo moshë e re, edhe ata përballeshin me pyetje nga shokët e klasës. Një ditë, një bashkëmoshatar i tha Andit, po ti, pse ke dy nëna? A nuk është e çuditshme? Andi buzëqeshi me maturi dhe u përgjigj, nuk është e çuditshme të jesh i dashur dy fish. Kam një nënë që më solli në jetë dhe një tjetër që më rriti me zemër. Unë jam fryti i dashurisë, jo i turpit. Fjalët e tij u përhapën në shkollë dhe shumë mësues e nxënës u frymëzuan nga historia e tij. Ai kuptoi se familja nuk është vetëm ajo që të lind, por ajo që të do dhe të mbështet. Ndërkohë, Klara filloi të tregonte historinë e saj në aktivitete të ndryshme për gratë. Ajo fliste për gabimet, frikën dhe guximin për të kërkuar falje. Në një takim publik, ajo tha, kam humbur shumë vite me fëmijët e mi, por Zoti më dha një mundësi të dytë. Nëse jeni gra që ndjeni vetëm, mos harroni, çdo ditë është një shans për të nisur nga e para. Arta ishte në sallë, e mbuluar nga emocionet. Ajo e pa motrën e saj të dikurshme, tashmë një grua të fortë, që kishte gjetur paqen në shpirt. Falja e tyre ishte bërë një shembull për shumë familje të thyra. Në mbrëmje, Andi dhe Lisi u kthyen në shtëpi pas një aktiviteti në shkollë, ku kishin folur për familjet e veçanta. Ata i përqafuan nënat e tyre dhe thanë, jemi krenar për ju. Historia jonë u dha shpresë shumë njerëzve. Arta dhe Klara u pan në sy dhe qeshën mes lotëve. Klara tha, ndoshta Zoti e dinte që unë nuk mund t'i rrisja vetëm. Prandaj të solli ty, motra ime. Arta i kapi dorën dhe u përgjigj, dashuria jote i solli në jetë, dashuria ime i mbajti gjallë. Bashkë i bëm njerëz me shpirt të pastër. Në atë shtëpi mbretëronte paqja dhe çdo ditë ishte një dëshmi e fuqisë që ka dashuria për të shëruar plagët më të thella. Tashmë Andi ishte 20 vjeç dhe Lisi 18. Ata kishin mbaruar shkollën dhe po përgatiteshin për universitet. Të dy e dinin se gjithçka që kishin arritur ishte fal dy grave që kishin sakrifikuar gjithçka për ta. Një mbrëmje, ndërsa Arta dhe Klara po gatuanin në kuzhinë, Andi u afrua me një zarf në dorë. Mami, teze. Kemi diçka për ju, tha me një buzëqeshje të ndrojtur. Brenda zarfit ishte një ftesë. Ju ftojmë në ceremoninë tonë të mirënjohjes. Arta dhe Klara e pan njëra tjetrën të habitura. Çfarë është kjo? Pyeti Klara. Andi tha, një surprizë për nënat më të forta në botë. Ju që na dhat jetë dhe dashuri, do të merrni një falënderim që s'harrohet. Pas disa ditësh, në një sallë të vogël komuniteti, u mblodhen miq, mësues dhe fqinjë.
Në sken dolën Andi dhe Lisi. Andi foli i pari, me zë të dridhur nga emocionet: "Sot nuk jemi këtu për të treguar historinë tonë, por për të nderuar dy gra që na mësuan çfarë është dashuria e vërtetë. Njëra na solli në jetë, tjetra na rriti me zemër. Bashk na mësuan se falja është më e fortë se gjykimi." Pastaj Lisi shtoi: "Në një botë që shpesh ndan, ato zgjodhen të bashkohen. Dhe fal tyre, ne jemi sot burra që e dim çfarë do të thotë familje." Të pranishmit u ngritën në këmbë dhe duart rokitën gjatë, ndërsa Arta dhe Klara u përqafuan mes lotëve të gëzimin. Në fund të ceremonisë, djemt u afruan me 2 kuti të vogla. Brenda ishte nga një unaz floriri, me një mbishkrim për dashurinë që na mbajti gjallë. Arta dhe Klara qeshën mes lotëve, duke i përqafuar fëmijët fort. Ishte momenti që mbylli çdo plagë, që vulosi çdo falje. Ajo natë u kthye në një simbol, një familje që dikur ishte ndarë nga heshtja, tani ishte bashkuar nga dashuria. Në shtëpi, Arta tha me zë të ulët: "Ne nuk zgjodhëm këtë histori, por zgjodhëm të duam." Dhe dashuria fitoi.